Ta me thonë që prej kur kemi zgjedh president, gjithmonë ka ndarje e pushtetit ndërmjet atyre që kanë bërë qeveri. Vetëvendosja sot i ka 51%, dorën zemër nuk e ka nevojën me do qeveri. Dalën me partnerët e vegjël, mirë po me këta partnerët e vegjël garën me një listë. Kjo nuk e ka pas nevojën me nda me kërkon presidentin, sepse s'ka pas nevojën me do qeverin. Në të kalumen, me qenë se ka pas partner 2, 3 dhe ma shumë, është fut në kalkulim edhe çështja e presidentit. Kjo më ne që ka qenë gabim. Ka qenë gabim edhe herën e fundit kur ishte presidenti zonja Osmani. Sepse u dash me qitur një standard, me thonë qërë, për qeveri, për parlament, kryetarët kuvendit, merremi vesh. Ama rrugova ka ndodhur. Mirë po, e vërtet. Edhe pse i ka pas përqindjet njëjta do me thonë, presidenti nuk është dash dhe nuk duhet me u konceptu si ndarje e pushtetit ndërmjet 2 partive ose 3 partive, ose ndërmjet partive që qeverisin ose që janë parlament. Çështja presidentit është presidenti i Kosovës, do të jetë në përputhje me ato që na u zën kushtetuta, që është uniteti i kombit, konsenzusi i popullit. Dhe mbi çit princip është dashur këtë negociatat me shku. Në çet kuptim, mendoj që vetëvendosja ka dhënë, megjithëse thash, ka pas një plan jo bashkëmirë, pa kandidaturas, po thënë të këqija në kuptimin që Glauku se Fatmira përfaqësoi në gjë që mund pengon, thjesht janë të vetëvendosjes. Ata u zhdosh me një kuximin e kushtetutës dhe në këtë kuptim opozita duke mos pas asnjë emër në tavolinë kishte më dalë më keq. Por vetëvendosja ka shansën e art, ka edhe 7 ditë sa kanë bët. Me do ta shfrytëzonin fakt, se unë pyeta nuk mora përgjigje direkt. Do të shfrytëzonin këtë 7 ditë apo ka marrë fund gjithçka? Jo, besoj që do ta shfrytëzojnë. Do ta shfrytëzojmë, po edhe do të bëjmë prapë përpjekjet tona, sepse është shumë e rëndësishme që zgjidhe çështja e presidentit tani, e të mos hyjmë në një proces të rizgjedhor. Unë biles mendoj që zotria Abdigjiku ka bërë shumë gabim kur doli prej takimit edhe tha që jemi dakordu mos me u taku më. Unë mendoj që ai ka folë veç për vete, sepse kam dëgjuar ndonjëherë kryeministrin Kurti që ka thënë që jemi dakordu mos me u taku më, sepse unë besoj që kryeministri Kurti dëshiron me u taku prap me ta, sepse ekziston mundësia, nuk është e pamundur. Ekziston mundësia mi bo ftesë sërish Hamzës edhe Abdigjikut për ne takim të radhës? Po. Sigurisht që po, sepse ne do ta shfrytëzojmë deri në minutën e fundit këtë 7 ditë që në mbetur për të arritur një marrëveshje, natyrisht, nëse ka gatishmëri prej partive opozitare, sepse nëse vazhdojnë t'i kenë qëndrimet e njëjta që i kanë pas për kaq muaj me radhë, për mua personalisht duket me qenë problematike. Po nëse kanë gatishmëri, e reflektojnë, sepse unë e shoh që edhe në mes të deputetëve ka filluar ngritet debati. Për shembull, na sot kemi nejt 8 orë në kuvent, në një seancë të jashtëzakonshme ku kemi diskutuar për energjinë, edhe kemi diskutuar mbi këtë çështje me deputet partive opozitare, dhe është një numër i tyre që janë të kënaqur që si me thonë, s'ka vazhdu edhe mëtej, ose s'është lënë hapësirë që të vazhdohet edhe mëtej diskutimi mbi mundësinë arritjes së një marrëveshje, sepse më besoni që secili mendon që ka mundësi me ardhur deri te një marrëveshje. Thjesht na i kemi propozuar 2 emra konsensual, po e përsëris Murat Jashari dhe Andin Hoti. Janë 2 emra konsensual që lëvizja i ka propozuar. Kemi pritë edhe vazhdojmë presim edhe sot propozime prej partive opozitare, po jo të atilla çek blanko, cilat ti thjesht veç i voton pa e ditë për kë jetu e ngrit dorën, po propozime konkrete, serioze, sepse pajtohem edhe ma që e tha Durimi që ka mjaftueshëm emra konsensual në Republikën e Kosovës, cilët kishin mujt me qenë përfaqësues ose president shumë të mirë të vendit tonë në të ardhmen, me votë të gjithë deputetëve në kuvent. Po thjesht jemi të dasht me mbri deri te çaj moment, ose si janë të dashtë opozita me ardhur deri aty, sepse na jemi të hapur me fol për propozime. Vazhdimisht po themi, po e përsërisim, propozoni. Edhe mirë keni propozime konkrete serioze. Po sigurisht. Murat Jashari nuk është propozim konkret serioz. Kush nuk është propozim konkret serioz? Sepse nuk mjafton me propozu, duhet më marrë vesh që ai me pranu. Jo, s'është propozuar, vetëm po jo, po ndan e pas propozime. Kemi pas propozim për Murat Jashari. Është sakt propozim. Po dhe s'ka qenë propozim, pra. Është propozim serioz. Se propozimi serioz në kupton që ti dakordohesh apo pranon edhe pse çfarë kriteri plotson Andin Hoti për me qenë konsensual? Po dikush që është deputet i lëvizjes vetëvendosje. Nuk, shko, tash, unë mendoj që ka një specifika. Nëse, po, pikërisht, do me thonë është, unë besoj që Andin Hoti mundet me qenë figurë unifikuese,
Edhe figure përshtatshme për me marrë postin e presidentit të Republikës Kosovës, sepse është djali i njënit prej njerëzve që po besoj cili prej nesh jemi të vedishëm çka ka përfaqësuar. E çka përfaqëson Andin Hoti? Pra si person. Ai është deputet i lëvizjes vetëvendosje. Është deputet i lëvizjes vetëvendosje, por Andin Hoti s'është antar i lëvizjes vetëvendosje dhe nuk është person parcial. Murat Jashari, pra ai vjen për një familje shumë të respektueshme, edhe është dikush. Pra ka një karrierë mbrapa, për cilën mundesh me thonë që ky është konsensual, pse duhet me qenë Andin Hoti. Fillimisht, në pozitën ku ka qenë, ai nuk ka qenë, ajo është zyra për të pagjeturit. Edhe në pozitën ku ka qenë, ai ka bashkëpunu me këtë partitë politike. Kurse në gorën e fundit, ai ka garu për shkak se kryeministri Kurti e ka propozu për minister edhe më herët. As arrin për shkak vetëvendosja me propozu një profesor të njohur, një ish ambasador, një figurë, një me që ka një pesh, edhe një karrierë mrapa, po duhet me qenë, si me thonë, djali dikujt për me propozu. Në qëpë se këshmi filluar na me që të rritëm? Pra si një parti që i thuni vetet progresiste, nëse për ju është më rëndësi shumë presidenti djali kuj është. Jo, të rasti Andin Hoti. Ciksa i ka qenë deputet. A s'ka vetëvendosja dikë, për shembull, na i kandidat, si me thonë, na ish ambasador, na i profesor të nderuar që mundet me hedhë në diskutim edhe me bind opozitën për me ju... Po këta emra i kanë edhe opozita. Amo, unë përkërkoj si kanë ata. Për shkak se borra bie mbi ju. Pra, si mundet me qenë për shkak dikush, një figurë e njohur, si mundet me qenë Muhamedin Kolloshi, Justina Pula, si me thonë, për t'i gjejmë edhe do emra që të shpejt e shpejt. Në raport me Justina Pulën ka pas një refuzim me një hershëm prej PDK-s. Edhe që kanë një karrierë... Arsim Bajramin ka pas po ashtu një refuzim. Ata e kanë refuzu të porin, Arsim Bajramin. Shiko, na nuk kemi tu e propozu Leonard, po mendoj, nuk e kemi propozu Andin Hotin, veç pse Andin Hoti është djali u Kshin Hotit. Do me thonë, për pas kësaj, Andini ka një karrierë të vetën, cilën aje ka ndërtu me punë. Me thonë, nuk është propozuaj aty ad hoc, e kemi marrë, e kemi pru, hajde se po të propozojmë se veç pse jeti djali i u Kshin Hotit. Por e kemi propozu edhe sepse është djali i u Kshin Hotit. Përfshirë këto edhe kretat bagazhin e veç që aje ka mbrapa dhe kontributin e madh që e ka dhonë me një çështje kaq të ndihshme si që është ajo e të pagjeturve. Edhe që e përfaqëson pra njënën prej familjeve të shumta në Kosovë që vazhdojnë ta kenë ende të hapur plagën pra për faktin që nuk din çfarë ka ndodhur me fatin e familjarëve të tyre. Deputeti juaj nuk është figurë konsensuale. Një figurë konsensuale është deputeti juaj ndaj të cilit nuk mundesh mos më ndaj. E Andinit mundesh mos më ndaj. Albani përmendi më herët që cili do të propozon Andin Hotin, pse mos më propozon Mimoza Akusorin. Ka karrierë më të mirë ka Mimoza se sa Andin Hoti. Albani përmendi pak më përpara që cilin do emër që ta propozoj lëvizja vetëvendosje, këta prap kanë me ndërlidh me faktin që e përfaqëson lëvizjen vetëvendosje. Një po, lejani këtë pjesë aty. A është një argument që të e diskutu qytetari që o të e lyp, unë menoj që edhe sot qytetari o të e lyp fajtorin se kush përna qënë zgjedhje. Edhe këta po thujnë që vetëvendosja nuk dënë me zgjedh kandidat konsensual. Edhe përna akuzujnë që po dojna me i kopë krejt pozitat. Tash qa kishe boti, nëse ishe konë opozitor, për me shpërfoq vetëvendosin që për një me nuk e voton vetëvendosja dikon konsensual. To që e kanë bo? Fillon e propozon. Këta s'pe bujnë. Këta, nëse dujnë me na shpërfoq neve, para qytetorit, me thonë që këta nuk votojnë konsensual, këta fillojnë me emra.